Për të disatën herë radhazi, gjykata e posaçme nuk mundi të çelë të martën shqyrtimin gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të bashkëpandehurve. Seanca ku kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga avokati, dështoi për shkak të një kërkese të bërë nga bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, e pandehur në proces. Përmes mbrojtësve, Xoxa kërkoi shtyrje të seancës dhe pezullim të shqyrtimit gjyqësor deri më 31 gusht. Ditë kur përfundonte një raport mjekësor 61 ditor ndaj saj. E pandehura arsyetonte në kërkesë se për shkak të gjendjes shëndetësore të krijuar pas lindjes së një fëmije më 29 qershor përmes një ndërhyrjeje cezariane, nuk mund të komunikonte lirshëm dhe privatisht me avokatët. Prandaj nuk mund të garantohet prej tyre mbrojtja efektive në gjykimin e çështjes në themel, thuhej në kërkesën e Xoxës, e cila nuk i autorizonte avokatët ta mbronin në mungesë. Për prokurorët e SPAK, kërkesa nuk duhet të pranohej, pasi nuk kishte rrethan për pezullimin e procesit. Prokurori Altin Dumani paraqiti si zgjidhje alternative për gjykatën veçimin e çështjes për Xoxën. Pas tërheqjes në dhomën e këshillimit, treshja gjykuese e kryesuar nga gjyqtarja Elsa Ulliri refuzoi kërkesën e Xoxës për pezullim të procesit deri në fund të gushtit. Duke evidentuar edhe faktin se e pandehura Xoxa nuk ka qenë asnjëherë prezente personalisht në proces, gjykata vendosi shtyrjen e seancës për më 21 korrik, ndërsa pezulloi afatet e paraburgimit për kryebashkiakun Veliaj. Është e drejta e çdo nënë në Republikën e Shqipërisë që të mos punojë dhe do të thotë të mos paraqitet as gjykundit tjetër që t'jap shpjegime apo të realizojë mbrojtjen. Po duhet vullneti personalisht i të pandehurës. Është ajo e cila e përsakton mënyrën efektive të mbrojtjes së saj në këtë proces. Në këtë proces, kryebashkiaku i akuzuar për 5 vepra penale, mes të cilave korrupsion dhe pastrimi parave, gjykohet bashkë me 18 të pandehur të tjerë në një gjykim të zakonshëm.